Është gjetur i pajet në banesën që kishte marrë me qira në lagjen Kongresi i Përmetit në Fier, një shtetas gjerman, rreth 80 vjeç, i cili ndodhej në Shqipëri për turizëm dentar prej rreth 2 javësh. Policia bën me dije se në trup nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa priten rezultatet e ekspertizës mjeko-ligjore. Ngjarja është zbuluar pas ditën e të mërkurës, kur miq dhe familjar të moshuarit, të shqetësuar pasi nuk kishin pasur kontakte me të prej 3 ditësh, kanë njoftuar shërbimet e policisë. Menjëherë pas sinjalizimit, efektivët janë drejtuar në banesën me qira ku ai qëndronte dhe e kanë gjetur pa shenja jete. Sipas informacioneve paraprake, 80 vjeçari kishte mbërritur në Fier rreth 15 ditë më parë për arsye turizmi dentar, një praktik gjithnjë e më e përhapur mes shtetasve të huaj që zgjedhin Shqipërinë për shërbime mjekësore me kosto më të ulët. Ai shoqërohej nga miq gjatë qëndrimit, por ditët e fundit kishte humbur çdo komunikim me ta. Nga këqyrja paraprake e trupit, e kryer rreth orës 13:00, nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të dukshme. Megjithatë, për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes, trupi do t'i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore. Ndërkohë, një grup hetimor vijon punën në vendngjarje, duke mbledhur prova dhe dëshmi për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje, ndërsa autoritetet theksojnë se deri tani nuk ka indicie për një vepër kriminale.